Hoxh, po për ata që mashtrojnë në tregti, a keni koment për ta? Është për të habitur kur dëgjon dhe shikon musliman për shembull me mashtru në tregti. Pra nuk hecin këto dyja bashkë. Është e vështirë. Musliman për shembull me mashtru thot është një mall për shembull ose një produkt. Është cilësia më e dobët dhe me të thonë që kjo është cilësia më e mirë, vallahi është e rëndë. Ose musliman për shembull shet ku diun një makinë dhe ndërkohë që ajo ka një problem, e me thonë që e mbulon, nuk ja tregon. Dhe hajtë se ja hodha. Profeti a.s. edhe gjëra tjera, pra tregtia, profeti a.s. thot, men ghashana felejse minna. Kush mashtron nuk është prej nesh. Pra robi nuk duhet me mashtru. Nuk duhet me hëng haram, me ju rujt haramit. Vjen në një hadith tjetër profetit a.s. se çdo trup, pra siç kuptohet që rritet në fjalë me pasurit ndaluar, zjarri është më parsor për të, pra dënohet me zjarr. Dhe ai fillon, dënimi për to fillon qysh, shikon ti për shembull rob, ankohet thotë ore s'pranohet lutja. Ku të pranohet lutja? Ajo është ushqy me haram, ka pi haram, është vesh haram, se ajo ndërtohet në fjalë pasuria nëse është një pjesë haram, ndërtohet mbi të edhe gjëra tjera. Atëherë ku pret ti pranohet lutja, ose ku pret bereqet në shtëpi, ose ku pret harmoni. Gjitha vinë zinxhir. Prandaj robi duhet me qenë, me u mundu vazhdimisht me qenë sa më i drejtë. Nuk hecet me mashtrim dhe në Islam është i ndaluar rreptësisht harami. Allahu na ruaj prej tij. Amin.